Në LDK kemi pa individ caktum që kanë bo një opozit të jashtëzakonshme, kanë qenë jashtëzakonisht shumë zëshëm. Mirë, po si grup, si parti, kemi pa, nuk kem pa paktën si parti, nuk kem pa ndonjë opozitarizëm, po ndërko pas kohe, më shumë i bëjshin karshi opozitës, partive opozitare, se sa vetëvendosjes. Edhe të në kohën kanë qenë të papërcaktuar. As me këta, as me ata, edhe me këta, edhe me ata. E kjo fatur, sepse është një diçka interesante këtu, edhe këtu me vlerësoj që Kurti është duke e lu kogja menqëm, edhe krejt to i faturohen në LDK-s për një arsye, sepse Kurti nuk e fton për LDK-n në qeveri, edhe pse unë mendoj që kish me garantu më shumë kvalitet, cilësi në qeverisje, kyqja e PDK-s me VV-n, se sa e LDK-s me VV-n, sepse ajo kish me garantu një check and balance më të mirë në qeverisje, marë parasysh qasjen që secila partije ka, po prapë se prapë, ndërsa pikërisht për këtë arsye PDK-ja nuk merr ftesë për qeverisje, mirë po merr ftesë thjesht për me hajde të zgjedhin presidentin, e LDK-ja edhe publikisht del edhe paktën diskutohet në publik nga eksponent të LVV-s edhe të LDK-s për në se cilat zgjedhje, se cilën kohë pas zgjedhjeve që po do ketë koalicion, tash po thuaj se se cilën tavolinë diskutohet një koalicion i mundshëm me LDK-n, edhe në fund del që LDK-ja po thotë jes po du koalicion, apo Kurti del ju thotë që unë jam për koalicion, po ju s'po më i garantoni numrat. Edhe pikrisht për këto i met fatura LDK-s, pra arsyeja vetme është pa përcaktueshmëria e tyre, apo pa vendosmëria e tyre se ku po dojnë edhe çka po dojnë. Apo dojnë me bo për një me opozit, apo dojnë thjesht me hyrë në qeveri, sepse LDK-ja ka hup një momentum të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e janarit vitit kalum, kur e ka pas është dashur me hyrë në paktën vlerësimin tim, unë kam thënë në këtë studio, është dashur me hyrë në qeverisje pikërisht për shkak të nxitjes apo të motivimit edhe të antarëve të tyre të tashëm dhe ndoshta edhe rekrutimit të antarëve tjerë përmes mekanizmave qeveritar apo privilegjeve që të jep pozita qeveritare. Mirë, po këtë e kanë huq, tash sigurisht se përvitimin e kanë më të vogël, edhe rrezikun e kanë shumë më të madh, sepse është edhe një problem që me numrat që ka zoti Kurti në momentin që zgjedhet presidenti nuk e ka problema e ma qeveri. Sepse pas e mirë besimit i kumbet, pra, nështë asë është duke i moralit politik. Këto probleme në skenën politike në Kosovë janë pikërisht për shkak të humbjes së besimit apo mos besimit ndër partijak. Nuk po tham një parti, po gjitha partitë.